Kur dikush i thot po bëj të përgjithshme, bën mirë ta ketë programin ngjashëm me këtë. Unë do bëj sot 2 sete pune, një të rënd me përsëritje të ulta dhe një me peshë më të lehtë dhe përsëritje më të larta. Do ta nisim me një për shpinën duke bërë një pull up, pas do rrezikojmë pak jetën këtu në një incline barbell press, te unë duket kollaj nëse po sforcohem apo jo, nga që më ndizet koka, më bëhet si poç i kuq. Nëse arritëm ta bëjmë këtë, vendosim vend për pjesën e këmbëve, do bëj një front barbell squat, nga që mua më duket sikur më aktivizonim, fokusohem më shumë pjesën e quadricepsit apo palmën e kofshës, tash ta rrisi herë tifusi 100 më nëse mund ta bëj, por që arrita vetëm ta ultu, nëse e lash aty në vend ushtria për çik pushim. Kalojmë prapë te shpina, jam duke bëj një pure wide row për të fokusuar gjithë pjesën e pasme dhe për të dhënë atë trashësinë e dur. Mundoni ama mos e shkëputni gjoksin nga mbështetja. Kalojmë përsëri te pjesa e pectoralit deltoidit anterior duke bërë weighted dips apo paralele me peshë. Edhe nëse nuk i bëni dot me peshë, mund të bëni me peshën e trupit apo me asistencë apo çfarëdo lloj gjëje që të jetë e mundur, vetëm mos e lini pa bë. Kalojmë te pjesa e hamstring dhe glutes duke bërë një Romanian barbell deadlift dhe sot tani që po bëj komentin i kam gjak këtë pjesë të këmbës. Kalojmë për të mbyllur pjesën e krave duke bërë këtë lloj varianti të cable pushdown extension, duket aktivizimi i tricepsit gjithashtu dhe e bëjmë superset me një straight bar cable curl. E kështu e kemi kapur thuajse çdo grup muskull trupit, sigurisht ka edhe tjera ushtrime që mund të bëhen për pjesën e barkut apo pulpave, por për sot këto do i bëjmë skip.